kur krejt institucionet nashta e ndërprin, po më mirë e the që ka qenë dera e vetme. Me vendim të ministrit në atë kohë është vendosur që përmes administratës do të pranohen ankesat e qytetarëve për ngritje çmimesh. Kemi pas thirrje jashtëzakonisht shumë, kemi punu për herë të parë me 2 ndrime, po kemi punu prej orës 8 në orën 12 mramje, edhe ka qenë mjaft sfiduese. Kemi pas me përgatit raportet vazhdimisht, deri në 3 herë mrena ditës kemi pas obligim me dërgu raportet të zyrtarët tonë te tereni që pritshin raportet nga ne që të ndërmerrin ata aktivitetet në teren. Po e kemi kalu me shumë sukses, besoj, ka qenë një sfidë shumë e madhe, po kemi pas mbështetjen edhe të kolegëve nga departamente tjera dhe divizione tjera. Nuk kemi pas mundësi ti mbulojmë ose ti pranojmë gjitha thirrjet që kanë qenë fluks jashtëzakonisht i madh. E di që nuk kanë qenë vetëm ekipi i qendrës thirrjeve, kanë qenë zyrtarë të ndryshëm, të cilët ju kanë bashku ekipit të qendrës thirrjeve dhe kanë bërë një punë shumë fisnike e bujarë në një periudhë që pas luftës na nuk e kemi përjetuar diçka më të vështirë. Shërbimi kryesor që është ofruar ose kërkesa ankesa që është bërë mas shumë në atë periudhë përmes qendrës thirrjeve. Në atë periudhë në përgjithësi kanë ankesat për ngritje çmimesh. Për çdo, domethënë kryesore, mungesa ushqimeve ose ngritjet e çmimeve për produktet bazike ose ato produkte që janë shumë esenciale në kohën e pandemisë, siç është alkooli, maskat e kështu me radhë. Domethënë ishin çmime shumë t'ulta dhe për një kohë shumë të shkurt u bënën çmime marramendse. Duk shumë të larta. Po, duk shumë të larta.